Zoja dhe sotrin, mirë se erdhët përsëri në Zero Fucks Given. Faleminderit shumë që na ndiqni dhe na dashuroni dhe ne ju dashurojmë shumë. Dua të bëj normalisht falenderimet për Delibrosin që ja adhurojmë burgerat e tyre dhe Marudermin që e përdorim ditë për ditë skincare-in e tyre. Për të parë më shumë detaje se çfarë skincare kam, absolutisht që mund të futeni në faqet time në TikTok. Dhe sot kemi një modele shumë të veçantë. Jam shumë e lumtur që e kam këtu në podcast sepse ka shumë kohë që është zhdukur dhe jam shumë kurioze të di se çfarë ka bërë me jetën e saj gjithë këto kohë. Gjithashtu edhe të di se si she keeps up with her lifestyle dhe ti marrim vesh të gjitha sot. Elina, shumë faleminderit që erdhe. Faleminderit ty për ftesën. Dale të kthehemi kështu motor. Faleminderit ty për ftesën dhe përshëndetje gjithë miqve të Zero Fucks Given. Ku ke qenë goca? Në Tiranë, nuk kam humbur nga Tirana, po kam humbur nga kamera. Okej, sa kohë u bërë pa e humbur? U bëra shumë vite me thënë të drejtën. Këto 3 vitet që fundit njëherë absolutisht jam zhdukur nga kamera sepse kam Është nder për mua, shumë faleminderit. Po, është hera parë që dal të paktën pas 3 vitesh. Po, edhe përpara 3 vitesh nuk kam qenë në këtë rolin ku jam tani, kam qenë në rolin tënd. E kuptoj. Ke qenë po flet për punoja në televizion, po. Do na thuash pak gjatë gjithë kësaj shkëputjes pas modelingut, se po të futem direkt në temë. Qa ke bërë jeta jote me karrierë, me gjëra, u futet e bigu, modele, pastaj morën vesh që ke qenë te opinioni, pas opinionit morën vesh po ta lë ty ta tregosh gjithë historikun. Unë kështu. Të bëj një kështu renditje kronologjike të gjithë karrierës dhe eksperiencës time profesionale. Tani unë modelingun e kam nisur goxha herët, e kam nisur kur isha diku te 16-17 vjeç. Dhe e nisa me Albania's Next Top Model, me Aurela Hoxhën, Endrit Mërtirin. Dhe me të dy pata një bashkëpunim goxha të gjatë. Normalisht Aurela dhe Endriti kanë qenë 2 personat që më shtynë dhe më bën modele. Deri në momentin që njoha ata të dy, nuk e dija as që kisha potencial për modele, sepse as nuk e kisha menduar, as nuk e kisha konsideruar ndonjëherë në jetën time. Po ja që njoha këta të dy dhe zbulova potencialin tim. Fillova të merrem me modeling, siç tash nisa nga Albania's Next Top Model, aty më hyri në qef kamera, më hyrin qef televizioni, më hyrin qef spektakli, më hyrin qef gazetaria, ishte pak periudha se isha në shkollë të mesme. Deri përpara se të filloja modelingun, unë e kisha ndarë që do futesha për mjeksi. Për shkak se po merrja pak fam, si të thuash, sa fam mund të merrja atëherë, sepse rrjetet sociale ekzistonin, po nuk ishin aq forta sa që janë tani. Dhe po më lezetonte dhe po mendoja, po sikur këtë mundësinë, këtë gjën që po bëj tani, këtë punën që po bëj tani, ta vazhdoj më tutje dhe ta pasuroj pak me disa aftësi tjera. Edhe kështu futa studimeve për gazetari. Në të njëjtën kohë punoja në modeling, vazhdoja studimet, kur isha studente, pata atë eksperiencën që futa në Big Brother. Sa kohë, do me thënë të merrte modelingu edhe që ta balancojë shkollë modeling si ishte? Më merrte goxha kohë, po me thënë drejtën, nuk e di se si kam balancuar, po e kam balancuar goxha mirë. Nuk e kam lënë asnjëherë as shkollën pas dorë, as modelingun pas dorë. Aq mbar më ecën këto të dyja bashkë, sa nuk mendoj që më ka ecur gjë tjetër një jetë kaq mbar sa që më ka ecur shkolla dhe modelingu bashkë. Nuk më është dash të sakrifikoj as njërin as tjetrën. Ka qenë periudhë shumë e bukur, të drejtën. E ke pas me pasion modelingun, apo mendojnë që ka qenë edhe pak mosha, që dua pak vëmendje, etj. Thash, deri në momentin që e nisa dhe më thanë që shiko ti goce, ti e ke një portret edhe e ke një trup që mund bësh karrierë në këtë profesion, unë nuk e kisha konsideruar dhe nuk e kisha menduar asnjëherë. Dhe vitet e para që kam punuar në modeling, me thënë drejtën e kam parë vetëm kështu që po hajt, unë shkollën do vazhdoj, nuk është kjo profesioni që do kaloj gjithë jetën, po që pse jo, tani për sa kohë po më jepet mundësia dhe të bëj ndonjë lek. Kam moshën, kam fytyrën, kam pamjen, me sa duket pas kam fytyrë interesante. Hajde ta shfrytëzojmë këtë fytyrën interesante, bëjmë edhe ndonjë lek. Gjatë kohës pastaj u dashurova modelingun normalisht.
është punë shumë e vështirë, po është edhe punë shumë e bukur dhe shumë shpërblyese dhe nuk ke se si mos të dashurosh me modelingun. E ke lënë që ti marrim kështu, e kuptoj që do i marrësh me radhë, po të bëj edhe pyetje ndërkohë për ta kuptuar pak më shumë. E ke lënë totalisht pas dore, po merresh? E kam lënë pas dore në momentin që mbarova studimet, sepse fillova punë në televizion, fillova punë në emisionin Opinion me Blendin. Edhe ajo ka qenë një punë goxha impenjative që të them të drejtën nuk ma jepte mundësinë ta bëja. Nuk ishte si shkolla, nuk e bëja dot edhe shkollën dhe modelingun bashkë. U vendosa përpara një zgjedhje që ose do vazhdoj me modelingun ose do vazhdoj me gazetarin. Për mua në atë kohë ishte absolutisht nuk ishte fare dilemë që doja të merresha me gazetarin edhe jo vetëm spektakël, jo vetëm prezantuese, po doja të merresha me gazetari serioze. Okej. Si u bë ky tranzicioni nga mjekë gazetare apo nga modelingu, thej që doje të kishte një lidhje kjo? Nga mjekësia që kisha ëndra unë kur isha në shkollë të mesme për gazetari, vetëm duke biseduar me shoqen time, se tash në atë kohë kisha filluar të merresha me photoshootings, kishin dalë editorialet e mia të para, kisha bërë ndonjë kopertinë reviste dhe një shoqja ime e ngushtë më thotë, shiko, ti po e nise këtë karrierë, pse nuk e vazhdon, pse nuk e konsideron për shembull gazetarin. Nuk ishte komplet nga hiçi, se një talent, një gjë e kisha, një prirje, normalisht kur kam qenë e vogël shquesha edhe që lexoja shumë edhe shkruaja shumë. Kështu që e kisha një talent edhe për të shkruar, nuk merrdi kështu nga hiçi. E kuptoj. Po s'do kishe ecur, po të kishte ardhur shumë nga hiçi, besoj. Kur kam qenë e vogël thoja gjithmonë do bëhem ose veteriner ose shkrimtare. Në fund ishte mes mjekësisë ose gazetarisë që aty, po përfundova pastaj te gazeteria. Në momentin që mbarova studimet, pastaj fillova punë në Klan, në Opinion, edhe ashtu ndodhi tranzicioni pastaj nga modelingu te gazeteria dhe kjo erdhi goxha natyrshëm, nuk pati ndonjë sforcim të madh nga ana ime. Ishte një tranzicion që erdhi shumë lezetshëm edhe erdhi në kohën e duhur. Okej. Mendon që ti sjell Zoti të gjitha kështu në kohën e duhur, se unë për shembull e besoj shumë këtë. Me që e përmende. Mendoj që po. Ka qenë edhe një lloj planifikimi, nuk ka qenë rastësi, me thënë drejtën për sa i përket karrierës, shumë gjëra mund të kem lënë rastësisë, po karrierës jo. Okej. Kështu që kam pas një plan, edhe kur kam qenë në shkollë të mesme, kam pas një plan që deri në këtë moshë do jem këtu, deri në atë moshë do jem këtu. Kështu që e kisha ndarë mendjen që në momentin që do mbaroja studimet, mund t'i thoja ai do ishte momenti që mund t'i thoja goodbye modelingut. Tani jam në një fazë tjetër të karrierës time, sepse edhe u shkëputa pak edhe nga televizioni, kisha nevojë për një pushim, po që edhe për të mësuar diçka ndryshe. Tani jam te Bashkia e Tiranës në departamentin e menaxhimit të aktiviteteve. Më lidhet edhe kjo puna që bëj tani. Po do të pyesë që kam bërë përpara. Fare, do të them se çfarë ndodh në Bashkinë e Tiranës. Tek Opinioni, sa kohë ke punuar, sa kohë të vete nga... Okej. Kam punuar 6 vite dhe vitet e para kam punuar edhe te Opinion Pikali, te website-i edhe te emisioni. Më merrte gjithë ditën, dhe më merrte gjithë javën. Okej, sa ditë në javë? Tani, emisioni në vetvete e din se ka 26 vjet që është në transmetim, emisioni është 4 herë në javë. Po puna gazetarisë nuk është 4 herë në javë. E kuptoj. Është gjithë javën sepse duheshe gjithkohës që të mendoj edhe për të ftuar dhe për tema, dhe të ndiqje lajmet e ditës për të parë zhvillimet, për të parë sepse Opinioni është emision në aktualiteti. Normalisht emisioni bëshe për lajmin e ditës, kështu që duhet ishe përditësuar për çdo gjë. Nga kronika zez, nga politika, po edhe nga lifestyle, nga temat social-kulturore, civile e çdo gjë tjetër. Kështu që më shumë se sa vetë puna ishte fakti që duhet ishe përditësuar për çdo gjë që të merrte më shumë kohë. Do me thënë, ti si angazhim merreshe me si do ta ndaje punën tënde, merrje fakt që ndodhte, ja transmetoje Blendit apo si funksiononte fiks kjo gjëja? Po, ishte organizuar pak a shumë në këtë formë, që secili Opinioni stafi madh, ka qenë edhe vazhdon mbetet stafi madh.
Pak a shumë kështu ishte. Pra normalisht në momentin që punon në një emision ose në momentin që punon në televizion apo në media kudo që t'jesh, duhet t'jesh gjatë gjithkohës i përditësuar, qoftë për ngjarjet që ndodhin, qoftë për personazhet që dalin, edhe çfarë thon. Sepse fundja është emision talk show edhe duhet t'jesh i përgatitur dhe për temat, po edhe për të ftuarit. Çfarë ka qenë kjo është komplet spontane? Një për shembull i ftuar që ka qenë shumë kaos, që ka lënë ndonjë skemë pa përmendur emra, që ndonjë histori. Po ka pas shumë, po për mua personalisht më e bukur që më ka ngel në mend ka qenë kur ka qenë Vangjush Dako që tha unë jam Superman ose që thoshte unë duar takullore. Jo ka qenë një intervistë shumë e bukur. Për më thënë drejtën edhe çdo intervistë e Blendit me Ramon kanë qenë shumë intensive dhe shumë bukura. Ju ka dalë ndonjëherë kjo tipja René Refo edhe keni thënë prit se që nga duke përdorur këto produktet e Maruderm, gjithashtu Note Cosmetics që është nën Maruderm, dhe keni thënë që janë këto? Atëherë unë nuk dua t'ju tregoj çdo produkt që unë përdor, sepse çdo tipologji fytyre ka diçka të ndryshme dhe ju goca shqiptare keni një tendencë që të kopjoni çdo gjë që femrat bëjnë, ndërkohë që çdo person ka stilin e vet, fytyrën ndryshe, tipologji ndryshe. Unë dua t'ju them që kjo firmë realisht më ka ndryshuar jetën për këtë një muaj që unë e kam përdorur, nuk kam pasur asnjë breakout në fytyrë dhe fytyra ime është super si bebë dhe ka një shkëlqim që nuk e ka pasur ndonjëherë. Problematika fytyre, me thënë drejtën, nuk kam pasur, e vetmja gjë që kam dashur të shtoj në rutinën time ka qenë ky shkëlqimi që momentalisht kam make-up, po mund ta shikoni te videot e mia në TikTok që përgjithsisht janë pa make-up. E vetmja gjë që do rekomandoja që mund të përdoret nga të gjitha ju është ky toner i fantastik. Okej, një kat këtu të lutem. Pastron qelizat e vdekura, zhbllokon poret që mos kemi më akne, përdoret shumë për balancimin e fytyrës. Për shembull, unë kam pasur rozeshja ose këtë pjesën e rozë që bëhet këtu për gjithë ju që nuk e dini, dhe më ka bërë të një trajtshme komplet fytyrën, dhe gjithashtu me shkëlqimin absolutisht, sepse kjo ka qenë gjëja më kriter në gjithë jetën time që të shkëlqej kur eci në rrugë, më kupton? Përdoret 3 herë në javë, është gjithë kjo shishe, dhe unë jam super e lumtur. Absolutisht që kam dhe produkte tjera, nëse jeni të interesuar për ato produkte mund të shikoni te faqet e mia, por siç ju thash, ka lloj produkte që ju ta përshtasni me fytyrën tuaj. Mund të futeni dhe te faqa dhe them që Maruderm zgjedh edhe natyrën edhe shkencën për t'i bërë këto gjëra sa më të bukura dhe sa më efikase për ne. Zgjidhni Maruderm. Ka qenë një çik i rrept Blendi kundrejt do me thënë punës ose se si... Nuk do thoja i rrept, por kërkesë të lartë llogarie ka, do cilësi në punë, po është edhe shumë i mirë kuptueshëm. Blendi ka qenë, është një nga njerëzit më të rëndësishëm të jetës time, ta them kështu sepse më ka dhënë mundësinë që të futem në këtë drejtim, ka qenë një ndër të parë që më ka shtyrë që të merrem me gazetari, dhe ai ka parë që një lloj talenti e ka nuhatur te unë edhe më ka shtyrë që të merrem me gazetari. Kështu që mbase mos kisha edhe suportin aty, mbase nuk do isha marrë as me gazetari. E kuptoj. Por që më ka ndihmuar shumë te kjo pjesa, që më ka dhënë mundësinë të punoj dhe mbi të gjitha 80% gjërave që unë di, sado që kam mbaruar shkollën, i kam mësuar me eksperiencë nga Blendi dhe nga Desada, që ka qenë kryeredaktorja e Opinionit asaj kohe. Mendon që po mos ta kishe bërë shkollën, prap do ishe aftë ta menaxhoje punën aty? Mendoj që po, do më duhesha pak më shumë kohë për të mësuar, por që mendoj që po. Po si ndodhi, do me thënë që e gjete këtë punë? Si ndodhi. Ka qenë e lezetshme. Njohja ime me Blendi ka qenë sepse unë kam qenë e ftuar fillimisht në emision për tema të ndryshme. Duke qenë se gja e kisha një lloj fame, isha nuk dua të përdor fjalën famë dhe vip se i urrej këto të dyja, po isha person me profil publik. Dhe më ka ftuar disa herë në emision për temat ndryshme, qoftë për seksin, qoftë për rinin, tani as nuk më kujtohen, me thënë drejtën edhe çështje sociale që të kohës, lajmet që dinin atëherë të ditës, për fenomene ndryshme, edhe kështu nisi. Do të thënë fillimisht kam qenë e ftuar në emision,
Pastaj, avash, më ka shtyrë, më ka thënë dëgjoj ti flet mirë, shkruan mirë, pse nuk e shef mundësinë që të punosh edhe të merr seriozisht me këtë pjesën. Kam besuar të ai edhe... Qa mos besosh? Qa mos besosh? Është një nga më të mirët absolutisht që do besosh, edhe mendoj që biles po të pyes, qa mendon se ka qenë gjëja më e vlefshme që ke mësuar aty? Po, çdo gjë, nuk mund të veçoj një gjë, nuk mund të veçoj vetëm një gjë, se me thënë të drejtën, sa 70% punës unë aty e kam mësuar. Po një gjë që është që mendon që mund të jetë më e rëndësishme, ndoshta mund të jetë edhe generalized në aspektin të jesh më si thon patient. E kupton çfarë po them? E kuptoj. Ndoshta mund të jetë edhe në këtë lloj ujërash. Mendoj disiplinën e punës, mendoj që kjo të qenurit i aftë që të prodhosh materiale cilësore dhe në kohë të shpejtë, në kohë sa më të shpejt jetë e mundur. Kjo është pak e vështirë, sepse dihet që një material i mirë do kohë që të prodhohet dhe një material i shpejt nuk mund të jetë aq cilësor sepse ti nuk ke kohë të verifikosh çdo gjë që duhet verifikosh. Ritmi i punës ta mëson pak këtë. Mua do më bënte shumë punë kjo që jam i matër. Se unë për shembull mendoj që është edhe punë eksperiencë, po e shoh që edhe me të ftuarit përgatitjen për shembull e bëj pavarësisht se di informacionet përgjithshme etj, po që i futem shumë me themel për të ndërtuar pyetjet, është një ditë para, e kupton? Edhe kam shumë qejf t'ja lë muhabetit atë flowin për ta vazhduar diçka. Edhe formati i emisionit tënd është i tillë. Ndoshta është dhe kjo. Ti e ke mundësinë që t'ja lejosh vetes ta bësh këtë. Një ditë përpara është shumë normale që të përgatisësh pyetjen edhe të bësh research për personazhin. Se çfarë research do bëje ti për mua për shembull? E kuptoj. Nuk të duhet një javë për të marrë vesh se kush është Elena. E kuptoj, okay. Mund të takojmë gjysmëore përpara dhe ta them se kush është Elena. Janë tema më serioze do të thuash, më duhen marrë më profesionalisht, e kuptoj çfarë po thua. Pastaj puna në opinion nuk ka qenë më shumë me personazhe se sa ka qenë me tema. Po, e kuptoj, okay. E vërtet. Nëse unë prap kam një ndjesi shumë kështu underachiever i brenda meje, që mund të jetë ndonjë psikologji traumatike. Kjo të ndihmon të ecësh para në jetë. Po. Kjo është shumë e mirë. Deri në një farë mënyrë. Tani edhe shumë poshtë nuk duhet ta ulësh veten, duhet të ndihesh krenar edhe për gjërat që ke arritur, se ti edhe e vogël edhe ke një emision tëndin, kjo është shumë e mirë. Pastaj që të ndihesh kështu underachieved, kështu imposter syndrome. Po, totalisht. Kjo ndihmon të ecësh para, kjo ndihmon të perfeksionohesh, mendoj unë. Mendon që ka lidhje me ndonjë trauma apo është thjesht tipi i njeriut? Si e ke marrëdhënien me këto trauma? Që traumën, mendoj që jam shëruar nga gjithë traumat. Okej. Se jam aq e qetë tani për momentin. Nuk mendoj që më kam vetur ndonjë traumë pa shëruar. Okej. Pastaj trauma për perfeksionin mendoj që po lidhen bashkë. Kur ke kërkesë aq të lartë llogarie për veten, kur e vendos vetes një lloj presioni kështu që ose duhet të jenë perfekte, duhet të jenë më mirë, apo diku buron. E kuptoj. Se pse je ndier ashtu? Me marrë vesh. Çfarë ka bërë të ndihesh ashtu? Çfarë ka bërë të ndihesh sikur çdo gjë është në dorën tënde? Do e bëjmë një live session, mund ta bëjmë nëse do. Se në podcast jemi, po shiko, me thënë drejtën, nuk është se e kam një çik, e dua çik të podcastin të jetë më i mirë. Por nuk mërzitem edhe nëse ka të tjerë që janë në të njëjtin nivel, po dua ta kem në pikën më të Podcasti nuk bëhet më i miri këtu. Podcasti bëhet më i miri duke bërë një podcast mbas një podcasti mbas një podcasti. Dhe ti këtë po bën edhe po e bën shumë mirë. Normalisht. Mi që i cekëm trauma, se s'kisha në plan të pyesja. Me që doli. Po. Si ke punuar me veten, si ke shëruar, çfarë ke bërë, se si e futur internally? Po nga që jam shëruar, nuk po më vjen tani në mendje ndonjë gjë specifike, trauma më e madhe, jo, nuk është se kam trauma kështu. Okej, periodat vështira kanë kaluar gjithë në jetë, qoftë familje, qoftë shoqëri, qoftë nga ana profesionale, por që janë domosdoshme për të kaluar. Tani edhe trauma fjalë e madhe më duket mua, sepse më duket sikur po shitet shumë kjo puna e traumës, po traumatizohen njerëzit për çdo gjë. Nuk më duket po keq përdoret. Po keq përdoret sepse ka njerëz me trauma reale
Edhe njerëzit thonë, më ra kjo gota me ujë tani, mu bën këpucët prish, sa o traumatike. Jo, kjo nuk është traumë. E kuptoj. Ka njerëz me trauma, me probleme shumë më të mëdha dhe reale për të konsideruar këto tona trauma. Dhe me thënë drejtën, kur e relativizon, nuk mendoj që kam pas. E kuptoj. Mendoj që është edhe çështje perspektive, me thënë drejtën, se si ti do ta shohësh, do ta viktimizosh ose jo veten tënde, se mendoj se edhe kjo ka të bëjë. Faleminderit shumë që e përmendë këtë. Një gjë që unë urrej është mentaliteti i viktimës. Mbase edhe kjo nuk më ka lënë që ta mendoj veten si të traumatizuar. Nuk e mendoj dot veten si të traumatizuar. Mendoj që çdo situatë që më ka ardhur kam përballuar me sukses, ose me mënyrën më të mirë të mundshme që le të them se tani u kujtova, trauma mund të ketë qenë momenti kur dola nga Big Brotheri. Kam qenë 18 vjeç edhe u përballa me një famë, me një vëmendje që të një natyre që nuk e doja. Ne kuptoj. Mësolli pak probleme në familje, pata pak të vështirë atë periudhë në shkollë sepse kisha merak se mos të humbja vitin e shkollës, nuk e humba. Okej. Kjo ishte gjëja më mirë dhe pata një lloj. Tash ishte çik plus biku që se humbe. Jo. Të morën çik me sy të mirë apo jo? Okej. Jo, nuk kishte lidhje fare, u detyrova të jap ato provimet njësoj si gjithë studentët e tjerë. Kështu që ajo ishte presion shumë i madh për mua që me thënë drejtën nuk kisha nevojë ta kaloja. Jo se nuk e mbaja dot, se njeriu është në gjendje të mbajë shumë gjëra, po fakti që është në gjendje të mbajë nuk do të thotë që duhet të mbajë. Edhe ajo ishte një gjë që mua nuk më duhej. Pata pak të vështirë të ambientohem me daljen, me famën, me faktin që për para 3 muajsh unë isha një gocë që në 7:30 shifje duke shkuar te filologjiku dhe pastaj papritur më ndalonin 30 veta rrugës edhe shkoja gjysmë ore me vonesë në orën e parë. Kjo ishte një gjë që as nuk e doja, as edhe pata pak vështirë të mësohem, me thënë të drejtën. Të bën edhe pak antipatik. Se ti thua, po ç'm duhet mua kjo, më lini rahat, fillon flet edhe pak keq, negativisht, fillon. Tani nuk kam më tilla probleme. Tani edhe sikur të vinte ajo lloj fame, di shumë mirë se si ta menaxhoj edhe ç'a të bëj me të. Mbi të gjitha jam edhe më e pjekur, nuk jam më 18 vjeç dhe di ta menaxhoj më mirë edhe emocionalisht edhe mendërisht. Prap, nuk mendoj se mund t'i ndalosh dot njerëzit nëse duan të vinë të flasin, do vinë edhe do mblidhen, e kupton? Patjetër, po për shembull tani nuk do mbezdiste aq shumë sa mbezdiste atëherë. Atëherë më dukej sikur më prishte punë më shumë se sa më ndihmonte. Po si ka mundësi që nuk të ka kapur, se mendoj që shumica e njerëzve do u kapte egon dhe do thonin tani unë jam ky personi edhe ndihen më mirë më shumë se sa i bezdis. Si ka mundësi që nuk ka pasur këtë efekt ty? Thash, miraku im më i madh në atë kohë dhe nuk ta shpjegoj dot me fjalë se sa të rëndësishme kisha unë atë kohë ishte që mos të humbja vitin dhe nuk më interesonte as edhe një lloj gjëje tjetër. Unë dola se atëherë spektakli ishte për ditë shtune, unë dola të shtunën dhe të hënën isha në shkollë. Imagjino një ditë pushimi thash vetes. E kisha aq të rëndësishme atë faktin që mos të humbja vitin e shkollës, se nuk më interesonte asgjë tjetër. Nuk më interesonte fama, nuk më interesonin 30 veta që më ndalonin rrugës, nuk më interesonin 30 emisione që më ftonin për të dalë, nuk më dukej sikur kisha ndonjë gjë për të thënë. E kuptoj. Se fundja 18 vjeç isha, nuk kisha as ndonjë eksperiencë jete interesante që të ndaja me publikun. Asgjë, ç'a duan njerëzit nga kjo 18 vjeçarja? Ç'a duan njerëzit nga kjo 18 vjeçarja, thoja unë, në mendjen time në kokë. Dhe prandaj më bezdista atëherë. Tani nuk më intereson. Tani e thjesht chill. Tani le të vi ose le mos të vi, tani jam vërtet chill. Po, do futeshe për shembull në këtë moshë në Big? Pa marr parasysh se kuptoj që ke përgjegjësi edhe ke gjëra të tjera që nuk mund t'i lësh më një anë, po thjesht një botë kështu. Se jam pa punë thuate. E zë se je kështu për qef, nuk ke asnjë obligim, ke zgjitur të gjitha, e ke parasysh e di që punën e ke aty prap kur dalësh. Nuk mendoj që do ta bëja prap. Për të njëjtën arsye që thash edhe më përpara, fakti që ti je në gjendje ta përballosh një lloj stresi nuk do të thotë që duhet ta përballosh. Ne kuptoj. Se nuk është se e ke parë fare si diçka që të ka shijuar? Jo, e kisha mendjen gjithkohës jashtë, edhe kur isha aty brenda, ato
atë periudhë që kam qenë brenda e kisha gjithkohës mendjen se çfarë po ndodh jashtë. Mendërisht nuk kam qenë fare aty brenda. Kam qenë me trup vetëm, po jo me mendje. Mendon se janë gjithë si ty apo ti e ke përjetuar të tjerë? Jo, me çka kam parë edhe me ç'është vazhdoj shoh, njerëzit janë aty me trup dhe me mendje dhe harxojnë shumë kohë dhe energji dhe japin shumë nga vetja. E kuptoj. Jam një çik egoiste, nuk dua t'jap aq shumë nga vetja. Jo, shumë mirë, shumë mirë. Ose të paktën kështu e kam parë. Mendoj që është pak e vështirë me thënë drejtën për të ruajtur një balans, pavarësisht se kam idenë se si mund të jetë, po e kuptoj që është çik si eksperiment është eksperiment social tamam, nuk është fare për diskutim që është eksperiment social. Ti vendosesh në një ambient, të hiqen të gjitha lirit që ke jashtë dhe futesh në një ambient të kufizuar me njerëz që nuk i njeh dhe nuk i ke takuar kurrë të tënde. Dhe ti mund të thuar se duash janë vetvetja, po ti nuk mund të jesh kurrë vetvetja në momentin që je jashtë habitatit tat natyral. Edhe mbi gjitha me njerëzit që ti nuk e din, a duhet kesh besim, a ke besim, jeni okay, gjithë në të njëjtin hall aty, por hall, fjala që bie. E kuptoj. Domethënë gjithë po kaloni të njëjtën gjë, po ti nuk e di këta njerëzit a i ke shok apo nuk i ke shok, a i ke armiq apo a është për show apo është reale. Mendoj që tani e kanë pak më të qartë, shumë më të qartë, tani që kanë kaluar edhe vitet edhe mënyra se si është. Unë mendoj që kanë qenë çik më të vërtet personazhet atëherë, kurse tani çdo gjë orientohet te loja. Çdo gjë është për lojë, për show. Absolutisht. Janë goxha fake, janë tërkohën kështu në aktrim. E besoj. Por janë gjithkohës në aktrim. Nuk të shijon. Çat ngjetet, sa reality show është. S'është fare. Nëse. Unë do të pyes edhe për këtë se nuk rri dot. Më pyet çfarë duash. Mua tani, unë në atë periudhë, kjo, viti që ti ke qenë Big Brother, çfarë viti ka qenë? 2013, mos gaboj. Tani, në 2013-ën, unë kam qenë 11 vjeç. Se e vogël. Dhe mamaja ime, unë nuk kam qenë 11 vjeçare që rria deri në 3 të mëngjesit. Unë isha 11 vjeçare që mami im thoshte Rene në orën 9 dua në krevat duke fjetur. Dhe unë isha po mami, patjetër, nuk ka diskutim fare, e kupton? Ti nuk e ke para, ti nuk e ke parë mua. Jo, nisesha vetë para se më thoshte mami. Normalisht që siç folëm për researchin e tjerë, unë në fakt të njoh si modele, jo si nuk e dija që kishe qenë në Big Brother, por më kanë thënë që tani nuk e di sa e vërtet është, po më kanë thënë që ke dalë me tanga në Big dhe qarkulloje me tanga në Big. Jo. Okej. Jo. Atëherë kur kam qenë brenda në Big, unë kam pas jo me tanga, po kam pas disa bizhama që ishte kanatiere edhe boksa. Okej. Ato janë tangat e famshme. Ato janë tangat e famshme. Me sa duket unë isha e para, me sa duket që kisha dalë në televizion Shqipëri, se nuk e di pse i ngeli njerëzve kaq shumë mendje e pasmja ime. Ta kanë përmendur edhe më përpara, domethënë. Tani jo, po që në atë kohë ma thonin gjatë gjithë kohës, ma thonin edhe me qëllim për të më intimiduar, për të më bërë të ndihem keq. A thua se më intereson të mua, a thua se nuk isha unë ajo që doli. E kuptoj. Ndërkohë tani është trend të dalësh ashtu, po it's okay. Tani është aq normale të dalësh dhe nuk e kuptoj pse ishte aq anormale të dilja unë atëherë. Se fundja mjafton të blije një revistë dhe të hapje dhe më kishe mua me rroba banjo aty. Tani çfarë problemi kishe se isha edhe aty brenda. Unë e vëre se ndodh shumë shpesh që ke dy njerëz që mund të bëjnë të dy identik të njëjtën gjë dhe njërit nuk thot asgjë, nuk e komenton askush asnjëherë për asgjë dhe tjetri është gjithmonë kështu pse e bëre ti si e bëre ti. Po. Do ta dishte, aty kishte të tjerë që dilin realisht me tanga, vetëm me tanga. Edhe nuk sa asnjëherë asnjë gjë, asnjëri për ato gocat. E kuptoj. Unë që dilja me bizhamet e mia me bokse, që ishin bokse, nuk ishin mbathje kështu, nuk ishin braziliane, ishin bokse.
nuk e di pse ju bëri ka shumë përshtypje. Mbase nga që e kisha të bukur, nuk e di. Ajo duket qenë më e Ajo duket qenë. Okej. Pastaj fillove punën në pashki. 3 hours later. Bukur e lidhe këto të dyja bashkë. Si e fillove punën në bashki? Mbas opinionit. Okej, sa kohë ke? Bëj së shpejti, bëj 3 vite. U mërzit Blendi që ike? Që e le? Po, u munduat më mbante. Okej. U munduat më I mbante. bëri përpjekjet e ti. Po, edhe më lati ikë në fund. Okej. Te punat e bashkia, qa bën? Te bashkia jam te menaxhimi i eventeve dhe aktiviteteve. Okej, ka në i farloj lidhje me gazetarin që ke bërë? Me gazetarin jo, po që edhe puna... Të ka ndihmuar në i qimë të më thëmë? It's okay. Me gazetarin nuk është se ka lidhje, po që fundi edhe puna që bëj tani ka të bëj me vizualen. Ja, kuptoj. Kështu që kam të treja punët që kam pasur rrotull kamerës, ose para kamerës, ose mbrapa kamerës, po gjithmonë me një kamerë përdallë. Apo të shion? Është punë e bukur. Okej. Është punë goxha e bukur. E sheh veten ta bësh për 10 vitet e ardhshme për shembull? Apo je spontane kështu? Ndoshta jo për 10 vitet e ardhshme. Ndoshta 10 vitet e ardhshme, mbas 10 vitesh e shoh veten prap në media. Okej, në media e zën thjesht ti në prezentuese, nuk e kam pas qef asnjëherë. Nuk do të thoja jo, por që me dëshirën time, me qefin tim, nuk e kam pasur qef. Ajo që unë kam qef të bëj më shumë është të krijoj content me xhirime, duke shkruar, duke xhiruar, po jo që të dal vetë para kamerës. Nuk e kam shumë qef. Më duket sikur të lodh kjo duke shkruar, duke xhiruar, do me thënë edhe në intensitetin që ti e bën profesionalisht, e kupton se nuk krahasohen fare. Po, varet për çfarë t'jepet më shumë. Edhe mua për këtë më jepet më shumë se sa të dalë dhe të flas vetë përpara kamerës, me thënë drejtë. Ja kuptoj. Okej. Love life si ke qenë këto kohë? Këto kohë, edhe kur themi këto kohë, themi 7 vitet e fundit. Okej, je lidhur me dikë? Jam e martuar. Oh, po. Pse nuk e dija unë këtë? Nuk e din shumë njerëz. Se kam bërë unë këtë shbiri lim. Nuk e din shumë njerëz, e din shumë pak. Mia po më shkënjej. E din shumë pak njerëz. Unë me bashkëshorten kemi 2 vite të martuar, po kemi 7 vite e gjysëm bashk. Nuk e din shumë sepse nuk e kam publikuar shumë. Jo se e mbaj sekrete, po që e mbaj privat. Dhe thua ti pse? Unë tani dua të di si u takuat, kush e bëri hapin e parë, si tha ai unazën te gishti, dua këto gjërat e gocave unë. E kam njohur për ditëlindjen time. Okej, për ditëlindjen tënde? Po. Okej. Ditëlindja ime 24-t. Do të thënë, atë ditë mbusha 24 vjeç. Kisha dalë me... Kisha dalë me... Po pritë të tatishti. Kisha dalë me shoqërinë time. Te lokalit e Dada, që nuk ekziston më. E mbajmë datën, e mbajmë datën. Burrin unë e kam njohur te Dada. Okej. Dhe shkoj aty me shoqërinë time, domethënë, edhe gjatë gjithë kohës kisha një çum përballë që më shihte dhe shihja, dhe mu duk shumë i bukur. Okej. Edhe shumë i bukur, okej. Inshallah this doesn't sound the way it's supposed to sound, I don't know. Shumë i bukur as in like shija jote apo shumë i bukur generally? Të dyja. Okej. Mund të ta tregoj dhe dhe mund të ma thuash edhe ti, po mendoj të dyja. E lëm tregimin. Edhe në shihet e mia, po edhe është i bukur generally. Okej. Edhe e para në fakt që ishte në tavolinë ishte Beatrixa. Edhe unë shkoj mbas Beatrixa ishte te tavolina, po ku duhet të takoheshim, edhe shoh këtë çunin, edhe ky më shef mua dhe unë e pyes Trixën, kush është ky çuni? Ka qenë bukur. Kush është ky kaq i mirë? Edhe Trixa që më thotë mua jeta. Ky çuni ishte te tavolina ku jam unë tani, se ne kishim prenotuar tavolinën normalisht.
Edhe kur erdha unë e gjej këtë këtu, edhe i them thot kamarierë që fal, kush tavolina jonë që e kishin premtuar, kjo është. Po kjo çuni që është edhe tavolina jonë, çfarë do bëjmë? Po hajtë se e heqim këtë. Okej. Edhe i kishin lëvizur te banaku, vi unë edhe më thot Riksa që kështu, do të thënë ky çuni që tavolina jonë, po tani i lëvizoj aty te banaku. Edhe kështu duke fol, siç flasën gocat, po sa e mirë që qenka, po kështu gjatë natës, pastaj normalisht erdhën edhe të tjerët, duke bërë foto, duke u knaq, duke u kërcyer, duke pirë, siç kalohet për ditëlindje, kisha gjatë gjithë kohës shikime me të. Po nuk po më vinte të fliste. I jepje mendon më shumë apo i jep ta im? E kapje ti domethënë atë duke të parë apo mendon që njësoj. Ishte, okay, ishte Njësoj, dy më anshme. shihte dhe shihet, po nuk po fshiheshim. Okej. Megjithatë nuk po më vinte të më fliste. Po si çunat e marum këtu, ha. Pse nuk po më vinte të më fliste? Dhe kalon ora 12, po më këndon grupi mua Happy Birthday, fry qirind, edhe i them kamarierit që çoj një gotë ati çunit nga ana ime. I dhe mun, se po shihesh, se një gjë që harrova ta përmend që po shiheshim gjatë gjithë kohës, po tani edhe se nuk jam shumë kështu për social cues, nuk i kap dot. Edhe i kisha më dy mendje, apo më shes se po më gjuan apo po më shes nga inati se jemi të tavolina që supozoj që duhet ishte ai. Kjo ishte post big though. Domethënë probabiliteti që ai të njifte ishte i lartë. Jo, nuk njifte se nuk është shqiptar. Është i huaj. Do ti. Është i huaj, nuk u fricë. Më fal, nuk e dija, më fal, nuk më Dhe në momentin që i them kamerit, unë çoj një pije, aty vjen ky. Okej. Aty vjen dhe thot, hello, how are you? Në atë moment mendova se po talli, tha ku unë me mendjen time, kujt të flet ky anglisht tani. Edhe unë duke i kthyer shqip që ç'kemi si e, që bën edhe sorry, do you speak English? Edhe aty e kuptova që okay, ky që nga i huaj me vërtet. Filloi të flas me të, kështu është ditëlindja ime, sa vjeç mbush, më tha mua 18 edhe isha kështu, okay, this is the worst pick-up line ever. Okej. Se, mua gjithmonë kanë thënë njerëzit që ngjaj më e re se ç'jam, po tani mbusha 24, më thuash mbush 18, më duke kështu fundi botës. E kuptoj. What is this pick-up line, dude? Like, what do you mean 18? I don't even look 18. As nuk dukem 18 vjeç. Edhe kaluam pastaj gjithë natën duke fol bashk, i thash, më fal, më erdhe tani, po pse nuk erdhe, pse nuk erdhe në flasë, pse nuk solli ti një gotë, se pyete se tani edhe të vjen kështu. Unë nuk ja çova gotën me idenë që ky të vinte të më fliste, ja çova me idenë që okay, do lëvizin për pak me që kanë ditëlindjen, me që i pata zën tavolinën, hajt po ja çoj këtij një gotë ti çunit bukur. Okej, tash besoj se mendoj që çdo person do e merrte kështu që tani nisu ti, po nese, okej. Ai më tha mua, unë t'pashti duke bërë foto me Endrin, shumë afër me Endrin, Mërtirin, e drejt Mërtirin, dhe mendova se ishte të lidhur bashkë dhe prandaj nuk erdha të flas. Isha kështu. Endri sa punë më ke prishur gjatë gjithë jetës time. Në faktin që gjithë mendojnë që jemi të lidhur bashkë, po nga ana tjetër ata më ka shpëtuar kjo nga lloj-lloj. E kuptoj, nga çmimesh e gjëra. Nga lloj-lloj njerëzish. Rrim atë natë normalisht, ikem në shtëpi, shkëmbej numrat e telefonit, më thotë që do të ftoj për darkë ditën tjetër, nuk e prisja, po do t'i më mori. Okej. Dhe nga ai moment ashtu si pa dashur ne nuk kemi ndarë më kurrë. Ju ka ecur, that's amazing, first of all, very cute. Like, I love që kjo thjesht shkoj kështu në një flow. Nëse ti më pyet mua kush është data joje për vjetorit, nuk kemi një datë për vjetorit, sepse thjesht ne u njohëm dhe nuk u ndam më kurrë. Po, e kuptoj. Dhe sot jemi të martuar. That's so cute. Kur martuat para 2 vite? Para 2 vitesh. Tani, thash është i huaj. Kur jemi njohur, ai kishte një javë që kishte ardhur në Tiranë. Okej. Prej meje nuk iku më kurrë pastaj. Nga është djali? Është shtetas izraelit, por i lindur në Bielorusi. Okej, cool. Po çfarë gjuhë komunikon me të? Anglisht. Okej. Çfarë gjuhë tjetër? Nuk di as rusisht, nuk di as hebraisht, as ai nuk di shqip. Po mirë. Po ndaj fjalë shumë tek tuk besoj e keni mësuar. Po, patjetër, po. Okej. Ai se unë nuk kam punë të mësoj. A ishte kështu like first date? Po. 101.
lirshëm. Erdhi gjëja aq natyrshëm sikur kishim, like we belong to each other. Unë e besoj shumë këtë. Që duhet jetë që në fillim like flowi, nëse nuk është, ashtu ka diçka wrong. Edhe me thënë drejtën, ne si çift edhe po të mendosh kështu mbarvajtja jonë në ato 5 vitet e parë ne nuk jemi zënë kurrë për asnjë gjë, po për absolutisht asnjë lloj gjëje. Edhe këto 2 vitet e fundit që mund zgritsen pak me njëri tjetrin janë për gjëra aq të vogla dhe që po edhe do të ndodhen shuhen brenda orës. Me çdo person do kapesh në një çik. Nuk ka ndodhur asnjëherë që neve trim një ditë pa fol, 2 ditë pa fol, apo shkojmë në krevat të mërzitur apo të nxehur, jo, çdo problem, çdo mosmarrveshje zgjidhet brenda ditës, brenda orës madje. Very nice. Do me thënë që edhe communication skills janë shumë të mira. Është e nevojshme për përgjegjësinë dhe përshëndetjen në një marrëdhënie. Nëse nuk e komunikimin, nëse nuk e dëshirën për të rregulluar gjërat në vend se sa thuash, është shumë kollaj të thuash, nuk merrem më me ty, hajde se gjej tjetër. E di se shpuna, nuk ka kaq njerëz kaq të mirë dhe kaq të përshtatshëm me ty. Njerëzit përgjithsisht bëhen të përshtatshëm për ty, por nuk është se lindin të përshtatshëm për ty. Kështu që është shumë më kollaj mendoj unë që të punosh me një marrëdhënie se sa të thuash, shnet se gjej tjetër edhe të gjesh tjetër. Absolutisht, edhe unë besoj. Se me thënë të drejtën, kam shoqë sa duash që edhe ca i ka ecur edhe ca vetë nuk i ka ecur. Nuk ka me çuna kaq të mirë. Tani ta themi troç, nuk ka çuna kaq mirë. Ka goca shumë të mira, mendoj unë. Sidomos në Shqipëri shumica e gocave janë të edukuara, shumica e gocave janë punë, goca të bukura po e kemi sa duash. Ti shif universitetet 80% e studentëve i ke femra në të gjitha degët. Kur çunat nuk mendoj që janë në atë nivel me gocat tona. A mendon që me që ma përmendë se ka qenë edhe pikpyetje gja e madhe. Mos u ofendoni ju çuna. Jo, më sukta se unë këta shqiptarët isha kam gjithë deri në darkë, këta i du shumë. Se për shembull për modelet flasin shumë, do më mendon që modelet në Shqipëri kanë këto kualitete që ti po thua, sepse më duket sikur përflitet shumë që shumica janë eskorta. Edhe nuk e di, duke qenë se e brendshme, çfarë mendimi ke mbi këtë temë? Unë nuk i quaj modele eskortat, me thënë drejtën. Okej. Ne kemi goca që janë modele profesioniste, që i kemi super të bukura si yje dhe shumë të talentuara. Ergi Bardollari, Alessia Noka, Jessica Gjina, këto të treja që janë my favorite, pastaj kemi Oriolën, Franceskon, nuk e di, ndi një numër shumë i madh gocash që, me thënë drejtën, kanë punuar me revista, kanë punuar me brende, kanë punuar me sfilata, kanë punuar photoshooting me njerëz shumë të rëndësishëm dhe profesional, edhe që ti përzi këtë goca me një lloj kategorie që thjesht kanë hap një faqe Instagrami, kanë nxjerr pak të pasmet edhe përparvet, edhe gjejnë punë pastaj nëpër Dubai e tjera me radhë, nuk mund t'i fus dot në një kategori. Patjetër ka goca që i bëjnë të dyja, po që ka edhe të ndara. Nuk një modele kështu eskortu, nuk e quaj as modele, me thënë drejtën. E kuptoj. Më falë se jam në mbyllje dhe dua të bëj një 2-3 pikante të fundit që më ka ngelur. Me ndritin për këtë pjesën e që people gjithmonë ka menduar që ju keni qenë të lidhur. Dhe është bërë... Jo pa faj se jemi shumë të afërt, edhe sidomos më përpara, kur edhe punonim bashkë, kemi qenë shumë të afërt, 24 orë bashkë, që nuk ju vë faj njerëzve që mendonin që ishim të lidhur, se me thënë drejtën edhe unë me Endrin nuk është se bënim ndonjë gjë për ta përgënjeshtruar. Njerëzit e thonin edhe ne i linim që ta besonin. Kështu që e kam menduar për një kohë shumë gjatë këtë për këtë arsye. A të ka ndihmuar në si ta mbash veten e ndriti, apo se më duket shumë perfeksionist? Apo të ka stresuar në i qik e times? Jo, për të më stresuar Endri kur, sepse unë me Endrin kemi një gjë që jemi shumë në një linjë, mendojmë njësoj për shumë gjëra. Po, për shembull, flokët e mia platin
që mi ka bërë Endri. Okej. Lukun që unë kam tani është me flokët e mdhaja, nuk e di e ke parë ti, fotot e mia më të hershme, më të vjetrat me kokën e madhe kështu rumbullake, ai ka qenë luku që krijoi Endri. Se tani le të themi atë që është, nuk erdha në duart e Endrit kështu siç jam sot. E kuptoj. Nuk erdha as me këtë konfidencë, as me këtë sjellje, as me këto flok, as me asgjë. Jam produkt pamja ime të paktën, jam produkti i Endrit dhe i Aurelës. Okej. Kështu që ndihmoj, po, do të thënë, nga Endri mësova që kam edhe një lloj potenciali për modelingun edhe normalisht më ka ndihmuar edhe se si të mësoj vetë se si të vishem, edhe se si duhet sillesh, edhe se si duhet i mbash flokët. Kemi qenë edhe të vegjël, kështu që ishte edhe koha për të mësuar gjitha këto. Nuk është se kemi ndonjë diferencë madhe në moshë, por ishte mjaftueshëm i madh. Kishte më aq diferencë sa të më thoshte dhe unë ta besoja. E kuptoj çfarë thua. Dhe ta dëgjoja. Dhe Endri nuk më ka lënë kurrë në baltë, në sensin që çdo gjë që më ka thënë, që më ka sugjeruar, çdo gjë ka qenë perfekt për mua, ka qenë fit për mua. Okej. Normale, mendoj që një profesionist nuk jam ndier ndonjëherë sikur nuk janë për mua. Një profesionist duhet të përshtasi me lukun tënd gjërat që po të jep, nuk mendoj që po t'i bësh njerëzit copy paste. Jo, po për stresuar kurse si kam marrëdhënie ekselente me të dhe dua shumë edhe më do shumë. Okej, that's very cute. Një këshill për gocat gjeneratën më të re, si t'jenë më konfidente me çfarë punojnë me veten për ta mbyllur këtë episod. Se kur t'na kishe bërë pyetjen pak më përpara. It's okay. Të vlisja pak për pasiguritë e mia të hershme. Bo. Se për shembull, ta thash në atë kohë ishin rrjetet sociale, por nuk ishin shumë të forta. Në atë kohë editoja shumë fotot. Okej. Tani e shoh veten time pasqyrë, bëj ndonjë foto, ndonjë video, shoh fotot e mia të vjetra dhe them, "More, pse?" kuptoj. Pse? Sepse belin e kam kaq. Qa më duhej që ta bëja akoma dhe më të vogël në për foto. Për shembull. Kështu që duke qenë se këto sidomos njëherë edhe në epokën e inteligjencës artificiale që tani realisht atëherë një kështu Photoshop ishte në fytyrë, po tani ti mund bësh edhe video, mund ta transformosh veten. Po. Një këshill më e mirë që mund t'i jap unë brezit të ri për vetbesimin është që mos të shohin dhe mos të besojnë çdo gjë që është në internet. Sidomos në rrjetet sociale. Shif shokët e klasës, shoqet e klasës, shif kushërirat, shif në lagje, aty është jeta. Shif në qytet, nuk është jeta në Instagram edhe në TikTok, se nëse fokusohesh vetëm aty do të çmendesh. Njerëzit janë bërë aq addicted nga këto filtrat, sa ka njerëz që kanë bërë operacione për të duk si filtrat dhe prapë i përdorin filtrat. E di. Unë po mundon, se tani edhe unë nuk po them që i editoj fotot dhe videot aq shumë sa atëherë, po jam në fazën që akoma i përdor pak, dua ta heq fare. Dua të largohem fare nga kjo. Tash i çik duhet, them unë. I çik po, një çik rrethet e syve për shembull, që unë i kam rregulluar gjithë jetën dhe do vazhdoj të rregulloj gjithë jetën. I shoh çdo ditë në pasqyrë, nuk më duan të shoh vetëm foto. Okej. Po për shembull, gjëra siç bëja atëherë që rregulloja trupin, pse? E kuptoj. Pse shoh veten time në pasqyrë tani dhe them pse? E lëm të rrath të syve, them unë. Ndonjë kështu eyeliner që të ka shkuar shtrembur, ndonjë rrath sysh, okay, po kaq mjafton. Okay. I think so too. Më fal se po ta përmbyll kështu. Do të jap edhe një dhuratë para se të ikësh, se nuk mund të lë kështu pa dhuratë të vogël. Nga Marodermi kemi një SPF. Thank you. Mendoj që të shkon shumë kështu girly pop. Shumë faleminderit. Gëzofsh. Merrti në momentin perfekt se sapo më kam mbaruar SPF-ja. Që isha sot duke e shkundur. Kështu që shumë faleminderit. Merrti fiks momentin e dur. Fix, I hope you like it. Thank you. Mua personalisht, obviously, I use them and I love them. My mother too. Po, I'll see you again edhe inshallah we can hang out. You're very cool. Po, shumë, edhe unë nuk kënaqa shumë me ty sot. Edhe shijova shumë. Edhe kur të kemi të reja tjera, pse jo takohemi edhe në studio. Absolutisht, edhe ajo bëhet. Të puth kështu. Kisses.
Mua. Shumë faleminderit për ftesën, nuk na qa shumë. Faleminderit, ju zemra ime, thank you.